Edhe pse të pak në numër qytetarët shkodran u rikthyen në protestë pas ditën e së njëjtës. Me thirrjet Rama jep dorëheqjen, ato kërkuan që qytetarët e tjerë që qëndrojnë në kafe të bashkohen në protestë. Ju falenderoj shumë, po amas, për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë për jush. Ju jeni ata që ja duani të mirën vendit. Ju jeni ata që jeni më larg pamsa se ata si rrinë e pinë kafe dhe presin 2000 lekë e prindve ose gjyshave tyne që marrin goj 100.000 lekë pension. Sot sot protestojmë për 1001 probleme që e kanë kablu venin ton. Sot nuk jena shtym për Iranit, nuk jena shtym për Turqis, nuk jena shtym për askërkuin bot që t'jena këtu të mlallun këtë shesh. Na jena Shkodran, jena shqiptarë. Na do të kërkojmë drejtën tonë, do ta kërkojmë deri në pikën e fundit të jetës tonë. Një protestë e shpejtë për arsye se Tiranë kanë ndodhur disa gjëra të reja, janë përshkallëzuar protestat dhe kanë arrestuar njerëz, janë provokuar protestuesit. Dhe po arrestojnë njerëz, kujtojnë se na hupin moralin. Ne jena kundra shitjes së pronave, së tokave shqiptare. Cili është e ligj që t'jep 150 hektar tokë, që t'fal 150 hektar tokë, hajde investo. O cili nuk investon ashtu? Marshimi nis nga Truma për të vijuar drejt sheshit para bashkisë Shkodër.